Receta e sotme është një recetë e thjeshtë në përgatitje, del tepër e shijshme dhe pa mbukë e butë. Si fillim do të marrim 300 ml qumësht të ngrohtë, një të bardhë feze, ndërkohë të verdhën do ta përdorim për të lyer fogaçe, 7 gram maja, një lugë kafe sheqer dhe gjysmë lugë krip. Do t'i përziejmë të gjithë përbërësit bashkë. Më pas do të hedhim 5 gota miell, rreth 700-750 gram. Miellin do ta hedhim gradualisht duke e përzier. Më pas brumin e punoj mirë me duar. Është e rëndësishme që brumi të punohet mirë, sepse sa më mirë të punohet brumi, aq më i mirë është edhe rezultati. Pasi brumi të jetë gati, do ta lejmë të pushoj për rreth 1 orë. Pas 1 ore, do ta marrim brumin dhe do të hapim një petë me trashësi rreth 1 cm. Do ta lejmë sërish të pushoj për rreth 20-30 minuta. Më pas do të marrim rreth 70 gram gjalp në temperaturë ambienti. Do t'i hedh 2-3 thelbinj hudhër. Edhe majdanos të grirë imët. Do t'i përziejmë gjithë përbërësit bashkë. Dhe më pas me këtë masë do të lyem brumin. Anësoret e brumit do t'i lyejmë me të verdhë feze për t'i dhënë një ngjyrë akoma më të bukur gjatë pjekjes, por nëse dëshironi mund edhe mos i lyeni. Më pas i kam hedhur rreth 100 gram djathë guda të grirë. Dhe 100 gram mozzarella. Djathi sipas dëshirës, nëse dëshironi mund të hidhni vetëm një lloj djathi ose mund të mos i hidhni fare djath dhe ashtu del shumë e mirë. Më pas do ta pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Pas 25 minutave, fogaçi është gati për ta konsumuar. Nëse e provoni ju bëft mirë dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!